Mirëmëngjesi, sot do të bëj thonjët këtu me ju dhe I kam bërë produktet gati tek tavolina. Edhe do të nis direkt sepse nuk kam shumë kohë, do mundohem t'i bëj sa më shpejt sepse zjarri është duke fletur dhe nuk dua që të zgjohet pastaj dhe t'i kem thonjët për gjysmë, edhe pse është duke ndenjur me Angelon tani. Atëherë, gjëja që un kam harruar pa e bler është primeri edhe alkooli që më duhet për thonjt, por un do t'i bëj pa primer tani. Kurse për alkool do përdor një parfum, edhe të shoh nëse do ta fshi atë ngjyrën e xhelit apo jo. Këto janë dhe gjërat që më duan, është lima, është ky sponxhi, janë tipsat, dekor nëse do vë apo jo, është xheli, shkëlqyesi edhe baza, është ngjitsi I tipsave, presja. Kam bërë edhe një cappuccino përpara se të vazhdoj, kështu që jam gati. Si që shifni dhe ju, më kam dalë të balkoni, sepse këtu kishte goxha dritë, edhe thash t'i bëja këtu thonjt. Po përdor këtë furç. Mendoj se do jetë shumë e mirë. Si fillim do kap flokët. Atëherë do mundohem t'ju shpjegoj hapa sapi. Si fillim përdorimi I frezës për pjesën e këtyre mishrave që janë këtu lart që quhen kutikula. Duhet të jetë nëse rrotullimet e kësaj janë në këtë drejtim, ne duhet ta bëjmë frezën në anë të kundërt. Jo në atë drejtim sepse nuk I heq, po afrohem kështu, sepse nuk e di a e shikoni dhe ju. Duhet të pastrojmë pjesën këtu lart, por jo ta mbajmë në një vend sepse bëhet grop. Dhe pastaj fillon të vëm. Ky proces është pak I sikletshëm, por do të keni shumë kujdes sepse ndodh që dhe mund të gjakoseni dhe nuk është gjë e mirë. Tani do vazhdoj me procesin e limës dhe duhet të lëmoj të gjithë thorin në mënyrë që të mos ketë shkëlqim, sepse baza nuk qëndron mirë në të. Pra I gjithë thori duhet të jetë I lëmuar. Kështu pra. Tani do ngjis tipsat, por do ngjis një dorë, sepse kam merak se zgjohet zjarri dhe më duhet që ta ushqej dhe nuk dua që të më ngjis xheli pastaj. Këto duhen bërë ma tjetë shumë mirë, sepse del thori një I madh, një I vogël pastaj. E ky është I vogël për këtu. Duhet të keni shumë kujdes në ngjitjen e tipsave, sepse po nuk ngjiten mirë, I gjithë punimi I këndam. Pra, këto cepa duhet të ngjiten shumë mirë. Dhe duhet mbajtur pak I puthitur. Këta janë dhe tipsat e ngjitur, tani do vazhdoj që t'i pres. Dhe do t'i bëj kaq të shkurtër besoj. Kjo nuk që nga shumë mirë për prerjen e tipsave. Mos, nuk bëka fare më dje. Po përdor një prerëse tjetër. Po provoj njëherë këtë tjetrën, se ndoshta kjo është e mirë. Pra kaq të shkurtër do t'i la,
sepse pastaj nuk ndroj dot zjarin. Kjo që nga super. Edhe tani duken pak të gjatë, për gjithsesi do t'i lëmoj. Edhe të humbasin dhe pak gjatësi duke i dhënë formë. Duke qenë se jam pak të shkurtër për mendimin tim, do bëj atë formën katror i ngushtë, sepse deri dje po thosha që do t'i bëj oval. Por nuk janë shumë të gjatë për t'i bërë oval, kështu që vazhdoj direkt me formën. Kështu duket edhe forma e katrorit të ngushtë. Dhe kështu duhet pjesa poshtë që të duket drejt, pra duhet drejt me fytyrën tënde për të parë drejtimin e thorit që të mos jetë i shtramtë. Pra kështu. Dhe tani vazhdoj me lëmimin nga sipër. Pra si që shini, u lëmua edhe thori. Që shini, mbarova dhe formën e këtij thorit. Vetëm se duhet ju shpjegoj këtë pjesën, kur ngjit tipsin me thorin tuaj, duhet të jetë lëmuar, të jetë kështu rrafsh, të jetë sikur është thori juaj, jo i ngritur sipër, sepse pastaj kur hedhim gjelin që ta punojmë, del gunga dhe nuk është punimi i bukur. Tani do vazhdoj dhe me të tjerët. Ky proces është i preferuari im, pra kam shumë qejf t'i jap formë, edhe kam shumë dëshirë ta përdor limën. Edhe për hapja e xhelit, edhe atë kam shumë qejf. Veç kryerjen që është me frezë është pak siklet. Të tjerat i kam shumë qejf pastaj. Pra do bërë kështu për ta parë drejtimin që të mos i kish shtramtë. Për të parë dhe gjatësi nëse janë njësoj. Nëse kush është i praktikuar, e di pak a shumë me sy, e kupton shumë kollaj. Por për gjithë gocat e reja, është mirë që t'i bëj një kontroll. Mbaroj dhe forma e këtij, tani kam dhe këta 3. Zjarri është akoma në gjumë, ndërkohë nuk po zgjohet. Sa po e mbarova edhe formën, duket kështu. Dhe tani, mirë ishte të vendosja primerin, por duke qenë se nuk e kam, po vazhdoj direkt me bazën që është kjo. Baza do shtyrë sa më shumë afër kutikulave,
që punimi të ngjaj i bukur, por jo që ta preki, sepse pastaj hapet direkt gjeli nga thori, edhe nuk mban gjatë. Sepse unë përpara e bëja deri lart, edhe kisha shumë kollaj pastaj për të hequr thorin, sepse i dilte direkt kështu. Edhe nuk më mbante zëre asnjë javë. Kurse kur bëra kursin e mësova këtë proces edhe ishte goxha e thjeshtë. Por duke bërë thonjë në kliente pastaj, ishte akoma më e thjeshtë sepse praktikohesh. Okej, këtë po e lë për në fund. Po provoj furrën ndërkohë bën apo jo. Të djegër ka shumë. Kemi pak reklama tani. Të mbëlsojmë një qik me një Raffaello. Këto çokolada të Raffaello janë preferuarat e mia. I kam shumë qef. Më përpara haja Milka, por më kam dalë nga qefi. E tani kam vetëm Raffaello. Janë tharë, shiko si shkëlqejnë. Unë i kam bërë këta 3 gishtat dhe tani do bëj këta 2 këtu me ju. Bëra pak pushim sepse shkova të shihja dhe zjarin, por ai po flinte akoma. Tani unë kam marrë kaq gjel edhe kështu është edhe punimi i gjelit. Vetëm se nuk duhet shkëputur nga furça. Duhet shtyrë sa më afër, por jo të preket me kutikullën. Si puna e bazës edhe kjo. Kam marrë shumë gjel edhe nuk do ta bëj kaq trash punimin. Pra po e heq. Do të keni shumë kujdes të këto ansoret. Tani thori do kthyer kështu, që të krijohet ajo forma si kurriz, në mënyrë që të mos ndal punimi i shtypur. Dhe duke parë, duke krijuar. Tani është gati për të vënë në furrë. Sa po u tha, kam edhe këtë të fundit edhe pastaj mbaroj. Mbaroj me gjelin, pra një dorë. Tjetrën se di kur do ta bëj. Uroj ta mbaroj sot, se pastaj po dola jashtë, do më shikojnë njerëzit një dorë të bërë, një dorë pa bërë. Sërse kam shumë problem, fakt s'kam turp, po. Dua që t'je qafe për veten time. Të mos kemë për t'i bërë thonjt për pak kohë. Disa prej gocave nuk e kanë qef këtë pjesën e kurrizit këtu, që krijohet, por unë nuk është se e bëj shumë me kurriz që t'jetë kështu si malore. Si mal. Por, kur e vë thorin për të tharë, ajo bie prap. Nëse ti nuk e kthen thorin kështu, që të mos marrë atë formën e kurrizit, ti e ke kështu si petashuq, quhet, po.
Edhe kur e vendos në furrë dorën, të djeki qik. Edhe kur e vendos dorën në furrë, ajo vazhdon të jetë akoma të bjerë gjeli kështu, dhe ndosë që edhe mund të prishet punimi. Edhe të hapet anash në për gishta. Ja pra edhe thonjt. Duken shumë bukur, dhe pse s'ja kam dhënë formën akoma sa të shkurtër. Tani është pak procesi sikletshëm, sepse do më duhet që t'i bëj me parfum. Nuk e di sa alkohol ka ky parfumi. Është një parfum arab që ka erë fantastike. Por nuk dua të përdor atë tjetrin, sepse kam qikësit e preferuar. Dhe po harxoj këtë bobo. Fshika. Më duhet të blej edhe letra. Letra, alkohol edhe primer. Edhe ndonjë ngjyrë. Era parfum tani. Ajti e qerën unë. Inshallah nuk vjen zjarri tani. Sepse nuk i bën mirë parfumi. Sa të laju në duart. Sa mirë që po i bëj në balkon, sepse thonjt bëjnë goxha tura. Edhe nuk është mirë t'i bëj brenda të ambienti shtëpis, sepse do më bënin dhomat në flur apo salonin. Kurse këtu ikin direkt, hap këto dritaret e mëdha që janë këtu mbrapa. Edhe pastroj direkt. Sepse dhe dhomat i kam pastruar. Madje sa herë është zjarri në gjumë, mundohem që të bëj punët me vrap, që ta kem shtëpinë e pastër dhe pastaj të kem kohë të merrem me çunin kur ai zgjohet. Dhe unë i përfundova të gjitha që dje. I pastrova të gjithë shtëpinë, kuzhinë, tualet, sepse e bëra me plan që kur të flis zjarri sot, thash të bëj thonjt dhe jo të merrem me punë. Pra që në mëngjes sa u zgjova, u mora me zjarrin sa flet i gjumë, sa e zuri pra, bëra gjellën me vrap edhe po merrem me thonjt. Jam duke menaxhuar kohën shumë mirë. Edhe kjo që po më pëlqen shumë. Sepse kësaj kisha frikë sepse nuk doja dilja dot. Por që dhe zjarrit i kam krijuar rutinën e vet. Fedora po mbaron shumë shpejt. Nuk e di as vetë se si po e bëj kaq shpejt, por më besoni. Jam duke nxituar aq shumë sepse kam merakun e çunit. Por gjithsesi e di që do dal një punim i bukur. Edhe pse kam po kam fiks një vit pa i bërë thonjt. Vetë. Sepse si që thash dhe në videon më përpara, para kësaj pra, janë produktet që më erdhën nga Amazoni, janë produktet e thonjve që po bëj tani. Edhe atje shpjegova që unë kam bërë kursin e thonjve dhe kam punuar 3 muaj, sepse më desh të vija këtej në Spanjë pastaj dhe e lash punën. Edhe ishte një punë shumë e bukur, që mua më pëlqen shumë. Ka pak lodhje dhe dhimbje mezi, por çdo punë është e lodhshme, kështu që s'ke qa bë. Unë po i bëj vetëm sepse më kishte marrë shumë malli. Ta shikoja dorën time me thonjë, sepse gjela duke parë kështu. Por që sigurisht që duhet t'i kem goxha të shkurtër për të mbajtur çunin. Sepse më duhet ta ndroj, ta laj, ta ushqej. Edhe nuk dua që ta qirr atë, por do mundohem që këto cepat t'i rregulloj.
edhe të mos I kem të bezishëm. Tani po I bëj dhe me këtë waferin. Kjo ndihmon që të jetë forma më e bukur, sepse lima e bën pak si me gunga ose në pjesë si bën disa të rrafshta. Kurse kjo ndihmon që ta japi formën e rrumbullakët, por që dhe zbut thorin në mënyrë që shkëlqyesi të jetë perfekt në thua. Erdhëm dhe te procesi fundit. Ka sa të bukra. Atëherë, po I hap një herë. Pas ka një lule 3D ose e bukur që qënë ka. Shiko sa e bukur. Nuk duket shumë, por qënë ka yll. Ka fjango, ka dhe lullet e tjera kështu. Po që të vendosëm? Sa të bukra këto flutrat. Janë shumë të mëdha. Ka edhe gura. Së jam bukur kjo. Po më pëlqen shumë kjo lulja dhe po mendoj të përdor atë dhe 1-2 të vogla, por I dua në ngjyrë roz. Sa cute. Edhe këto dyja. Po I ngjis tani me xhel. Gjitja me gjel mban më shumë. Ndaj unë po përdor këtë. Do t'i vendos vetëm tek kjo këtu. Dhe nuk do t'i vendos drejt, por do t'i bëj kështu si anash. Do ju tregoj në fund se si duket, sepse di që do dalë shumë bukur. Tani do bëj dhe shkëlqysin dhe mbaroj. Mezi po pres se si do duken. E kjo ngjyra e xhelit është shumë e bukur. Është shumë ngjyrë natyrale edhe mund t'i kombinosh me çfarë të duash, thojnë. Mund të veshësh çfarë të duash. Dhe pse tani është dimër, këto ngjyra përdoren më shumë. Ngjyrat e hapura, akur, mund të përdorësh french, edhe vishnje. Vishnja vazhdon të jetë gjithmonë në modë. Ka qenë edhe vjetë, është edhe si vjetë. Edhe ngjyra e ullirit. Gjithsesi këto ditë do shikoj se çfarë ngjyrash mund të blej, që të kem për të ndruar në thua. Një gocë më shkruajti në koment dhe më tha që mund të gjej tek Temu dhe janë shumë të mira. Kështu që do shoh dhe atje sepse Temu I ka goxha lirë gjërat.
edhe ndoshta janë vërtet të mira. Tani presim që të thahen. Sa po përfundova edhe këtë dorën dhe kanë dalë kështu. Kanë dalë shumë të bukur. Tani kam dorën tjetër, por do t'i bëj më vonë pas dite besoj, jo tani. Edhe kanë dalë yll. Tani do më duhet të iki se edhe zjarri është zgjuar, edhe ju puth të gjithëve dhe do të shihemi në videon e radhës.